po lexoja, në fakt po ndiqja një video të një mjeke holistike, shumë të njohur botërore, Barbara O'Neill, e cila thoshte ushtrimi më i rëndësishëm për çdo grua në çdo moshë është squats. Pse? Për pjesën e legenit, çfarë përfitime sjell. Nuk po flasim për anestetike, jo vithet, jo kështu, se shumë gra që e përdorin që ushtrohen në këtë formë, ushtrohen për gjithë sistemin e trupit, jo vetëm për një pjesë të caktuar. Sepse squati ka një tendencë që ty të mbajë gjithkohës të tensionuar. E para njëherë që teknikisht i duhet të jesh shumë, por shumë e saktë. Sepse nëse ne nuk jemi teknikisht mirë, atëherë ne kemi dhe dëmtimet më të mëdha. Që të thonë, kemi dëmtimet e gjurit edhe dëmtimet e mesit, që do njerë squati s'ka që na duhet fare. Dhe në momentin që marrim përsipër të bëjmë squatin, duhet jemi të fiksuar dhe duhet të kemi parasysh që teknikisht duhet jetë shumë i saktë. Për t'ju rikthyer pyetjes, po do ta shpjegoj edhe atë, për t'ju rikthyer pyetjes tate, patjetër që është shumë i rëndësishëm, sepse kemi të tensionuar pjesën e kofshës, pjesën e gjithë pjesën e këmbës. Pastaj vjen te pjesa e vitës, pjesa e shpinës, duart janë këtu, në momentin që ne s'kemi shtangë në kurriz, që grave nuk ka çfarë ju duhet kjo pjesë, por mund të mbajnë edhe një pecë. Për të mbajtur drejtimin e shtyllës kurrizore, ose mund të marrim një shkop çfarë do, që ato të jenë në këtë pozicion, mos të arrit ju vej më përpara shpina apo më mbrapa. E rëndësishme shumë është që kjo mesi këtu të mos të arrit të forcohet. Nëse ne tensionojmë shpinën, atëherë kemi një problem shumë të madh me shpinën. I këto e lëm të lirë dhe ne forcojmë vetëm pjesën bosh dhe ulemi. Unë shpesh, zakonisht, ja u shpjegoj në këtë lloj forme, më shablon. Rëndo te pjesa e themrës. Ulemi dhe rëndo te pjesa e themrës. Dhe ngrihemi. Rëndojmë këtu dhe çohemi. Dhe gjithë kjo pjesa këtu nuk del para, po shtym vithet. Jemi drejt, shtym vithet pak mbrapa, ulemi dhe rëndojmë te pjesa e vitheve. Po mundohemi që shtytësit ta bëjmë mbrapa, pra tek pjesa e themrave. A është rëndësishme sa e rëndësishme është pulpa, se kam dëgjuar që pulpa është zemra e dytë. Është shumë e rëndësishme. Sepse kemi një problem shumë të madh, ne kemi një artikulacion shumë të vogël të gjurit. Kemi një legend të madh dhe patjetër që duhet të forcohet shumë, po shumë për të mbajtur kyçin poshtë pjesa e pulpës. Është jo zemra e dytë, po është për mua është pjesa më e rëndësishme, plus që janë gjitha venat, plus që kemi një ngarkesë shumë të madhe, sepse ti mund të kalosh me padashje, me ndonjëherë me majën para, dhe ty do mbahesh me pjesën e pulpës. Është shumë e rëndësishme të punohet pulpa. Zakonisht, çunat e kanë më të vështirë të përdorin apo të servisin pjesën poshtë, po jo rekomandoj që duhet patjetër. Pa forcuar mirë legenin dhe pjesën poshtë, nuk ka që duhet fare pjesa lart. Sigurisht është pjesë shumë e rëndësishme.